Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mirë se vini në emisionin Mesazhe Ramazani 2025. Jemi në medresen Isabeu, paralelja e vajzave në Tetov, më saktësisht në zyrën e koordinatorit të kësaj paralele, Dr. Bekir Mehmeti, me të cilën do të bashkëbisedojmë rreth aspektit edukativo arsimor të Ramazanit. I nderuari koordinator, mirë se vini në emision. Mirë se u gjetëm, faleminderit Enes Efendi. Gjithashtu ju falenderoj edhe juve për kohën që ndani që të jeni pjesë e këtij organizimi, kësaj vatre të arsimit. Dashur Allahu xhaleshanu inshallah që ky muaj madhështor të jep rezultatin në aspektin shpirtëror, por njëkohësisht edhe në aspektin organizativ të cilin e organizoni ju si muftini. Faleminderit. Çfarë lidhshmërie ka arsimi me Ramazan? Ose Ramazani me arsimin? Njëherët unë të gjithë teleshikuesve të televizorit Koha ju uroj muajin e bekuar të Ramazanit. Dashur Allahu xhaleshanu inshallah që këta ditë të cilat i kanë kaluar të ua ketë pranuar ibadetet bashkë me agjerimin e këtyre ditëve. Kurse këta ditë cilat i kemi në vazhdim, inshallah Allahu fuqiplot ua lehtëson dhe inshallah të gjitha duat, lutjet të cilët do t'i praktikojnë, do t'i realizojnë brenda këtij muaji, inshallah Allahu fuqiplot ua pranon. Amin. Se përket aspektit edukativo arsimor të Ramazanit, është një fenomen dhe është një pikpamje shumë e rëndësishme se i përket çështjes së arsimit. Realisht, për që se flasim për muajin e Ramazanit në përgjithësi, muaji i Ramazanit ngërthen në vete shumë fenomene të begatshme të cilat na ofron neve si besimtar. Në muajin e Ramazanit e kemi aspektin edukativ, muajin e Ramazanit e kemi aspektin social, muajin e Ramazanit e kemi aspektin, e ndjenjave shpirtërore, ibadeteve, në përgjithësi. Dhe më veçanta që mund të them se muaji i Ramazanit veçohet me aspektin edukativ arsimor. Sepse në këtë kontekst, Allahu fuqiplot dihet se në këtë muaj e zbriti fjalën e tij, konkretisht Kur'anin famlar, dhe mu për këtë arsye ky muaj e mori këtë vlerë aq të begat. Mirë po Kur'ani është fjala e Allahut dhe një nga emrat të cilin e ka emërtu krijuesi i gjithësisë, konkretisht Allahu xhaleshanuhu e ka emërtu Kur'anin si kitab, libër. Kurse libri referohet në arsim. Dhe padyshim se edhe fjalët e para të cilët zbritën, apo ajetet e para të cilët zbritën në këtë muaj, konkretisht në natën e Kadrit, e cila gjendet në 10 ditëshin e fundit të muajit Ramazanit në natën teke, fjalët e para, ajetet e para ishin Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Pra, lexo në emrin e Allahut i cili të krijoi ti. Me këtë imperativ, Allahu fuqiplot i referohet arsyes. Me këtë imperativ, Allahu fuqiplot i referohet mendjes. Me këtë imperativ, Allahu xhaleshanuhu na urdhëron që të pajisemi me informacione, konkretisht me dije, edhe me arsim, për ta njohë konkretisht njëherë vetveten tonë, dhe pas njohjes së vetvetes tonë, padyshim se do ta njohim edhe krijuesin. Është një fakt shumë i rëndësishëm që njerëzit apo shoqëritë të cilët nuk e njohin vetveten e tyre, padyshim se nuk e njohin edhe krijuesin e tyre. Pasi që u diskutua Kur'ani, Ramazani dhe roli i tyre në arsimim, çfarë imperative përmbajnë ajetet kuranore të cilat u përmenden më lart? Tani imperativet të cilët janë përmendura, që i përmendëm, për shembull Allahu xhaleshanu thotë Bismillahirrahmanirrahim, Ikra bismi rabbike alladhi khalaq wa akhir al-aya, 5 ajetet e surës Alaq. Dhe njëkohësisht thotë Bismillahirrahmanirrahim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ne muajin e bekuar të Ramazanit e zbritëm Kur'anin famlar. Gjitha këta ajete dhe shumë ajete tjera të cilët flasën rreth çështjes së Ramazanit, padyshim gjitha i referohen edukimit, përgatitjes shpirtërore dhe intelektuale apo racionale të njerëzimit, në veçanti të besimtarëve të cilët e kanë pranuar këtë imperativ nga Allahu fuqiplot. Esencialisht,
po që se i bëjmë një analizë kronologjike nga fillimi i gjenezës krijesës njeri, nga Ademi a.s. do të vërejmë se fjalët të cilët apo ajetet të cilët Allahu xhaleshanhu ju drejtua Ademit a.s. duke i thënë Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dhe ja mësoi Ademit a.s. emrat e gjësendeve, të gjitha gjësendeve. Edhe kjo është me racion, edhe kjo me mendje. Edhe kjo është që të pajis njeriu me informacione dhe me dije. Pastaj, kur vjen puna tek ummeti Muhammed a.s. dhe duke fillu gjithë pejgamberët nga Ademi a.s. deri tek Muhamedi a.s. të gjitha librat e shenjtë cilët janë shpallur brenda kësaj periudhe, të gjithë janë shpallur në muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe tjetra gjë që është shumë e rëndësishme tek neve si besimtar, konkretisht si ummeti Muhamedi a.s. nuk na drejtohet Allahu fuqiplot me shprehjen dhe na mësoj, se pat mundësi të thotë edhe juve do t'ju mësoj, sikurse ju mësoj, sikurse e mësoj Ademin a.s. Por neve na jepet një imperativ tjetër. Lexo në emrin e Allahut i cili të krijoi ti. Pra nuk na mësoj, por na urdhroi që të pajisemi, të gjurmojmë, të hulumtojmë, pajisemi me dije. Pra, dhe kjo është ajo që e bën atë ndarjen, ti them, dallimin mes Ademit a.s. dhe ti them pasardhësve të tij dhe konkretisht neve. Por, po që se e bëjmë një kronologji dhe një analizë rreth kësaj periudhe kohore, do të vërejmë një fenomen shumë interesant, i cili fenomen për analizën e dijes është ndërlidhet shumë ngushtë me transcendenten, me gajbin. Dhe çdo gjë të cilën e posedojmë ne si njerëz, padyshim se është e lidhur me transcendenten, me gajbin, me Allahun fuqiplot. Sepse nga Ademi u mësua nga Allahu fuqiplot, Ademi a.s. Gjithë pejgamberët Allahut u mësuan nga Allahu fuqiplot. Pejgamberi Muhamedi a.s. u mësua nga Allahu xhaleshanu. Pra, Kurani erdhi nga Allahu xhaleshanu. Pra, kjo është botë transcendente, botë nga e cila vjen fjala e Allahut, konkretisht nga Allahu fuqiplot. Dhe momentin kur u analizoa që të bëhet ndarje mes transcendentes, gajbit dhe largimit të opinionit shoqërisë nga ajo esenciale, shpirtënore, e cila është e lidhur me krijuesin, në atë moment shoqëria hasi në këta problematika të cilët ne po hasemi dita ditës. Sepse u kriju një shoqëri, ti themi, mekanike ma. U kriju një lloj shoqërie e cila nuk kishte lidhshmëri me ndjenjen e përgjithësisë. U kriju një shoqëri e cila u pajiste me dije, por nuk kishte ndjenja morali, ndjenja sjellje, ndjenja edukimi, ashtu me radhë, ashtu me radhë. Pra, ndjenja e përgjithësisë është fenomeni shumë i rëndësishëm, i cili i jep kuptim dhe shije dijes. Dhe një shoqëri, apo një njeri, apo një besimtar, apo pa marrë parasysh se kush është, në qoftë se atë dije të cilën e posedon, e konsumon, nuk e pajis atë me ndjenjen e përgjithësisë, ndjenjen e llogaridhënies, padyshim se me atë dije ka dëm e gjithë shoqëria. Por në atë dije cilën është e pajisur, apo ajo dije e cila është e pajisur me ndjenjen e përgjithësisë, ndjenjave moralit, sjelljes, karakterit, ashtu me radhë, padyshim se nga ajo dije ka dobi e gjithë shoqëria. Dhe kjo është ajo diferenca, ti them, në mes dijes e cila ishte e lidhur me transcendenten dhe me atë dije të cilën ne po mundohemi ta modernizojmë, thojza, ti them, e cila u zhvesh nga transcendentja, u zhvesh nga besimi, u zhvesh nga ndjenja e shpirtënore dhe sot është krijuar ti them, një dije mekanike, e cila lirisht mund të themi se edhe çështjet e ibadetit, cilët ne i praktikojmë, ja, brenda këtij muajit të bekuar të Ramazanit, po edhe jashtë Ramazanit, e kanë edhe çështjen teknike, e cila domosdoshmërisht duhet të jetë pjesë përbërëse e një ibadeti, por qëllimi kryesor nuk është çështja teknike. Këta janë mjete për të mrinë qëllime. Qëllimi kryesor është ndjesia shpirtënore, rehatia shpirtënore, të cilën besimtari, kur e kryen një namaz, kur agjeron një Ramazan, kur e bën një manifestim, kur në këtë muaj për shembull ja ofron një iftar një nevojtar apo një të afërm pa marrë parasysh, ose sadakatul fitri i cili praktikohet gjatë muajit Ramazanit, zekati i cili praktikohet gjatë muajit Ramazanit, dhe gjitha këta ibadete, nëse nuk e kanë ndjenjen e përgjithësisht, nuk ka rahati.
nuk i përjeton, nuk i shijon. E njëjta gjë është sikurse për shembull ndodh shpesh herë tek neve njerëzit kur popullata muslimane vizitojnë Ka'bën, vizitojnë Hax, e vizitojnë vendet e shenjta në Hax, dhe kur kthehen nga Haxhi, kur i pyesin a thu çka shpat atje, asnjëri nuk ka ndjenjë ta përshkruajë çka ka pa. Ishte një ndjenjë e veçantë. E veçantë. Se ne them, pse çështjet e ndjesive nuk përshkruhen, ata ndjehen. Dhe kur ka dija, lidhshmëri me transcendenten, me krijuesin, padyshim se një dije e cila ndjehet. Dhe ajo dije e cila ndjehet padyshim se përjetohet, kur përjetohet ajo reflekton në shoqëri dhe kur reflekton në shoqëri e ka edhe ndikimin e saj. Atëherë i nderuar koordinator, me që jemi edhe në objektin e medresesë dhe e dim që medreseja luan një rol shumë të rëndësishëm rreth edukimit dhe arsimimit, mundësisht mund të na përshkruani një pika të shkurtra të kaluar dhe të tashmen të kësaj paralele. Po, është fakt se medreset historikisht dihet se medreset janë themelu apo shkollat të cilët janë themelu nga konkretisht nga pejgamberi alayhis salam e deri në kohët e sodit, të gjitha këto shkolla, të gjitha këta mektebe, të gjitha këta medrese, qëllimin kryesor e kanë patur që të pajisen shoqëritë, opinioni, njerëzimin përgjithësi, pajisen me dije, me informacion, me vetmin qëllim që të reflektojnë në rrethin ku ata jetojnë dhe bashkëjetojnë, të reflektojnë me cilësi pozitive, edukative, që të jenë shembull për vetveten, rrethin më të ngushtë, po edhe më gjerë, po njëkohësisht edhe ta prezantojnë atë fjalën të cilën Allahu fuqiplot, Halifetullahi fil ard, ka thënë për njerëzimin, ne jemi mëkamësit e Allahut në tokë dhe atë emanet të cilin e kemi pranuar, domethënë nga krijuesi, nga Allahu fuqiplot, padyshim se atë emanet duhet ta çojmë në vend. Medreset kanë luajtur rol të rëndësishëm. Historikisht, po tani, po që se flasëm për medreset prej fillimit deri në fund do të na duhet një periudhë shumë e gjatë të diskutojmë, por tani po flasëm për medreset tonë, vendin tonë, konkretisht në Maqedoninë e Veriut dhe veçanti flasëm për medresen tonë të qytetin më të dashur tonë që e kemi tetovën. Realisht medreseja Isabeu, që mbart emrin e themeluesit të saj, padyshim se është një shkollë e cila është formuar nga viti 1440. Do të ka një periudhë historike shumë të gjatë, edhe pse gjatë periudhave të ndryshme, gjatë luftës së parë, dytë botërore, të cilat është rënuar disa herë, por në vitin 1984, fal kontributit të institucionit më të lartë bashkisë islame të asaj kohe, të gjitha muftinive në përgjithësi, xhamatit në veçanti, është bë edhe rindërtu edhe medresja e cila gjendet sot në Shkup. Kjo medrese ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh rreth kultivimit të vlerave etiko-morale, arsimore, të them pregaditore të gjeneratave të cilat sot jo vetëm se i shërbejnë opinionit popullatës në vendin tonë, por gjithsesi edhe më gjerë që sot një pjesë, të themi, të madhe të popullatës tonë, e cila është në mërgat, janë shfrytëzues të kësaj begatie, të këtij kontributi të medreses që fal profesorëve, institucionit, të këtyre institucioneve, sot të gjithë intelektualet, konkretisht hoxhallarët, të cilët shërbejnë nëpër qendrat e ndryshme islame nëpër botë, shumica, apo mund të themi lirisht gati se shumica prej tyre janë nga medreseja Isabeu. Në vitin 1984, kur është bën themelimi i medreses, padyshim se ka qenë vetëm për sektorin apo konkretisht për gjininë mashkullore. Kurse për gjininë femërore ka qenë një mënyrë, të themi, me korrespondencë, nuk kanë qenë nxënëse të rregullta, por kanë qenë nxënëse të çrregullta, të cilët gjatë periudhës së kohës së provimeve kanë paraqit provimet dhe i kanë dhënë provimet dhe kanë diplomuar si nxënëse të çrregullta. Kjo nevojë ka qenë, të them, një nevojë shumë e madhe, pasi që mund të themi lirisht nëse gjysma e botës janë meshkuj, padyshim se gjysma tjetër është edhe femra.
sa kanë nevojë dinia mashkullore të arsimohen dhe edukohen, Islami nuk bën diferencë në mes mashkullit dhe femrës. Padyshim se imperativi nuk ka thënë Allahu fuqiplot lexoni ju burrat, po konkretisht ka thënë lexoni ju njerëz, lexoni ju besimtar. Pra e pan nga ajo nevoja që ka pat kjo opinion, kjo shoqëri, e veçanti Tetova, e cila para se të themelohet apo të hapet medresja paralelja e vajzave që funksionon tani, ka pat edhe 2 medrese të mëhershme. Domethënë, ka qenë medreseja Sinanie, e cila ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, ka qenë në kohën e perandorisë, domethënë kohën e sundimit të Ahmet Zogut në Shqipëri, dhe ajo medrese dhe disa medrese tjera me ktebet kanë funksionuar në mënyrë shumë solide, kanë nxjerrë gjenerata, të cilët gjenerata e kanë përgatit opinionin popullatën tonë me atë vetdije, me atë botkuptim që nëse nuk ka edukim shpirtëror, kjo popullat do të zhduket. Dhe nga ky botkuptim ka qenë një kërkesë e kahmoqshme e gjithë popullatës së Tetovës me rrethin, me bashkë me fshatrat, që të kenë edhe një paralele, konkretisht një medrese edhe në Tetovë. E veçanti për gjinin femrore, pasi që kushtet e udhëtimit janë më të rënda për gjinin femrore të udhëtojnë çdo ditë deri në Shkup, dhe nga ajo periudhë kohore do të thotë është marrë një iniciativë nga kryesia atëhershme e Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që të hapet edhe paralelja e vajzave në Tetovë. Si përgjegjës, lirisht mund ta them një kontribut shumë të veçantë, ka thënë profesor Bahri Aliu, i cili ka pat një përvojë jashtëzakonisht të mirë, pasi që ka qenë një periudhë kohore edhe si drejtori i medreses në Qendër, dhe çështjen teknike, çështjen funksionale të kësaj çerdheje e ka projektuar aq në mënyrë solide, saqë nuk ka pat nevojë të ketë ndonjë intervenim të jashtëm për ta rregulluar sistemin e funksionalitetit, domethënë. Tani ne kemi filluar nga ajo periudhë kohore, e kemi gjetur në këmbë të shëndosha dhe vazhdojmë aty ku ka ngel, vazhdojmë ta avancojmë këtë shkollë në këtë drejtim. Pasi e potencova profesor Bahariun, unë e falenderoj përzemërsisht në emrin tim gjithë kolegëve, kolegiumit, të profesorëve e profesoreshave, të cilët kanë pat dhe kanë një përshtypje shumë të mirë ndaj tij, dhe inshallah Allahu xhelle shanuhu i jep shëndet dhe jetë gjatë që ti themi edhe pse është në penzion, por ata të cilët janë marrë me arsim asnjëherë nuk pensionohen, gjithmonë merren me diçka. Por çështja që dua ta përmend më me rëndësi që është kjo paralele, do të thotë gati si vjet përcjellën gjeneratën e 17. Domethënë 17 paralele kanë, 17 gjenerata kanë dalë nga kjo shkollë, ku një numër i konsiderueshëm i të diplomuarave sot i kemi në për universitetet ndryshme, sot i kemi në për funksionet ndryshme, në për angazhimet ndryshme, që mund të arrijë numri afër 600 të diplomuar. Është një gjë të cilën nuk duhet, për disa gjëra nuk ka nevojë edhe të flitet. Shpeshherë kur diskutojmë, debatojmë mes nesh, me shokë, me miq, kur i themi se medreseja gati se gjithë e din kush është. Sepse për medresen nuk flasën fjalët, për medresen flasën veprat, punët, gjurmët të cilët i kanë lënë medresantët, i kanë lënë popullata e kësaj shoqërie, dhe medreseja në veçanti nuk është vetëm si një shkollë, ti them. Por në medrese flasën edhe muret. Në medrese flet edhe veshja e profesorëve e profesoreshave. Medrese flet edhe veshja e nxënësve. Medrese çdo gjë flet. Ajo që më pak flitet që ligjërohet. Dhe shumë pak mund ndikohet me ligjërime, sepse njerëzit sot kanë informacione, hiperinformacione. Lexojnë lektyra, libra, literaturë, rrjetet sociale. Mirë po, ne kemi një, ti themi ashtu siç thot edhe Aleja Izetbegoviçi me një thënie tek libri Islami ndërmjet lindjes dhe perëndimit, të potencon një pjesë, më kujtua tani, thot
shqo, do të vjen momenti që shoqëritë, njerëzit përgjithësi, gjitha anomalitë të cilët do të shfaqen në rrethe, në shoqëri, do të jenë shkencore. Do të zbulohen pse. Mirë po shërimi nga ata anomali është te shkencor. Pra, ku është? Është ajo fjala e Allahut e cila ndikon shpirtin njeriut që nuk është shkencore, se shkenca nuk mund ta zbërthen apo të percepton atë çështjen të cilën e përjeton njeriu në jetën e tij të përditshme. Ju falenderojmë shumë për fillimisht për mesazhet të cilat na dhat në fillim, e pastaj edhe për informacionet për këtë paralele dhe për fund çfarë porosie keni për opinionin të cilat na ndjekin. Të japësh porosi atëherë kur e sheh se ka një mangësi. Unë nuk shoh asnjë lloj mangësie në opinionin ton, xhamatin ton, shoqërinë ton, e cila gjithmonë e ka përkrah këtë medrese, gjithmonë i ka përkrah këta nxënës. Dhe ti them, unë vetëm mund t'ju them një falënderim të veçantë. Pasi që çdo medresante dhe medresiste e cila studion dhe mëson në këtë shkollë, dhe kur del në mejdan, në mexhlise, në familje, në shoqëri, ka një vlerë të veçantë. Pozita e atij medresisti apo asaj medresante është në pozitë më të veçantë se sa të tjerë. Kjo është një ndjenjë e cila nuk mund të themi se me një falënderim mund të plotësohet. Unë përzemërsisht i falenderoj gjithë xhamatin ton, gjithë këtë opinion, qoftë se është në Maqedoni këtu apo në diasporë, na ka përkrah në çdo hap apo në çdo lëvizje të cilën ne kemi planifikuar, padyshim se fal kontributit të xhamatit, shoqërisë, edhe funksionon kjo medrese. Sukseset dhe të arriturat e kësaj medreseje, padyshim doja të potencoj edhe kontributin e gjithë mësimdhënësve, profesorëve, të cilët asnjëherë nuk kanë kursyer kohë të jetës së tyre, pa marrë parasysh a janë në orar të punës apo nuk janë në orar të punës, gjithmonë janë të angazhuar, 24 orë, nuk kemi vikende. Më të ndodhë që një program duhet mbahet të shtunën apo të dielën, janë të gatshme kontribuojnë gjithë, dhe një formë lutjeje kisha pat që për hir këtij muaji madhështor, për hir këtyre ditëve shumë me vlerë të Ramazanit, lusë Allahun xhalleshani inshallah gjithë ata të cilët kanë kontribuar, duke filluar nga institucioni më i lartë i Bashkisë Fetare Islame, nga muftiniet e Tetovës, nga gjithë imamët, muezinët, gjithë nënpunësit fetar në Tetovë, me rrethin, me gjithë xhamatin të cilin e posedojnë, unë i falenderoj dhe bëj dua që Allahu xhalleshani inshallah duat e tyre gjatë këtij muaji inshallah dua pranon, inshallah Allahu fuqi plot ata të cilët nuk janë mirë më shëndet, inshallah i shëron, dhe inshallah për një falënderim të veçantë edhe atyre prindve të cilët kanë pat një besim të veçantë që na i kanë lënë në dorën tonë një emanet shumë të rëndësishëm, ja kanë lënë emanet e vladët e tyre, që ne me një përkushtim jashtëzakonisht të madh kujdesemi, interesohemi që këta e vlad, këtë emanet të cilin e kemi pranuar prej tyre, ta çojmë atje ku duhet të shkon, dhe as pak nuk kam dyshim, sepse të gjithë këta janë në rrugën e mbar, janë rrugën e drejtë, dhe këtë rrugë të cilën po e ndjekim, ata njëherë do t'ja zbardhin fytyrën vetvetes tyre, familjes së tyre më të ngushtë, por ajo do të reflekton edhe tek opinioni këtë shoqëria më e gjarë. Ju falenderojmë që ishit pjesë e këtij emisioni. Ju dëshirojmë jetë gjatë, shëndet dhe shumë suksese në detyrën cilën po e krijeni. Ju falenderoj edhe ju. Të nderuar teleshikues, ju dëshirojmë agjerim të lehtë dhe të pranuar dhe ju falenderojmë që ishit me ne deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.